baba na ka vdek në moshën shumë të re, unë isha vetëm 8 vjeqe, edhe unë e kam pa derisa ai dergje në shtrat, e kam pa dhe kur ka vdek, edhe ndoshta edhe ajo ka ndiku pak a shumë, po tani na si fëmijë ishim ngarkuar me punë, me obligime, ishim detyruar ashtu. Nuk është që e kam pas një fëmijëri të lehtë, ose nuk është që kam përjetu fëmijëri të mirë, po isha me obligime të personave të mëdhaj, që ata u desh kemi ba, po ishim detyruar. Që more ti përsipër? Edhe në pas vdekje së babait, nana si e përpalloi këtë? Nana ju patë përkeqësu gjendja shumë, nanës, edhe na ishim si motra vëllezër, thuja gatit një moshe, krejt gjithë një vit e gjysë ndërmjet i kishim, edhe une, me të thot drejten prej moshës 11 vjeqare, unë kam fillu me gatu, me përgadit bukë, që si se në obligime i kisha, edhe shkollën e kam vazhdu kështu, jëmë konë një zonë se shumë e mirë në shkollë. Ke qenë gjithmonë me pasion për shkrimin? Sidomos për letërsi për shkrime, se jëmë konë e dalume në shkollë, kam pas plirje talent për këto. Kur mori kahje tjetër jeta jote? Po, në moshën 15 vjeqare unë veç se u martova, në moshën 16 vjeqare unë veç e ambonon, edhe anë këthi filloj dikun 6 muj mas lindjes. Simptomat e para, sa që nuk kisha një uri për anë, këthin s'kisha dëgjuna herë për to, simptomat, edhe nuk i di që po ndodhë me mu. Ja fillova mu mbyllë në vetë vete, si e mori vendimin për martesën, Gjida? U takuat, ishit në një shkollë bashkë, apo? Jo, kjo ka ndodhë kej diçka me kësi tradicionale me mësite me kështu. Jo që im taku. Po, fati dhe ishte ashtu, martu me vari, edhe motrat i kam të martu me treja. Pra, një martes me mblesri, pra me shkuesi, me mësitni që është, i themi ne. Ishe ti e pajtimet, sa do e rejnë në moshë? Na jemi rrit me një familje që na kritë vajza, qka i kem, të rejthit e të familjes, na martu me treja. Krejt ashtu. E kem, me shkujt pak ma të vjetër, martonë, po na femrat jena martu shumë treja. Edhe motrat, edhe qikat e agjes, e krejt. Pra, nuk ishte dikush në familjen e juj që s'ishte dakord që ti ishe veç 15 vjeqare dhe të martohesh? Jo, absolut, e ishte diçka këtë normale. Më martu treja, nuk ka kohë diçka interesant. Edhe jena martu treja, në 16 vjetë që u bona nën. Vazhdove shkollimin të pak të në një form, apo u... Pa ta ndërprej në gjimnaz, edhe fillova tani pak vite, ma vënë fillova me do kurse, me... A të kam bet peng prej asaj periude? A jesot pishman për këtë vendim? Shkollën e du shumë, edhe me